Përshëndetje gjithëve edhe urime muaji i Ramazanit. Shpresojmë që ka me kalu lehtë. Por çet muaj kena me fol për 3 sene. 3 lloje të njerëzve që agjerojnë në Ramazan. Për spori, një coffee patch prej drulit, vend të espressos. Po ashtu po bujna problemi. Lloji i parë i njerit që agjeron për Ramazan është agjeruesi më i mirë. Është ai që agjeron për veti, e ka lidhjen e tij me Zotin. Unë e di kush jam. Unë e di çfarë kam bërë dhe çfarë nuk kam bërë. Edhe krejt muaj Ramazanit i shkon në mënyrë pasure. Ky është lloji më i mirë i agjeruesit. A di pse? Se e bën për veti, e din për çka ashtu e bën, edhe nuk syr të tjerë më bë filma me këtë punë në agjerim. Lloji i dytë i agjeruesit është ai agjeruesi që ton vitin ka hungur pa kontroll. Morë çokoladë, morë Coca-Cola, morë çka s'ka bë. Tashti e gjon Ramazanin si në mënyrë për me hu pesh. Edhe kjo është një arsye e ndershme. Kjo është një arsye valide pse duhet me agjeru. Edhe normal atë pjesën spirituale që e ka. Amo, vim te lloji i tretë i agjeruesit. Është agjeruesi i cili agjerimin e bën pjesë personalitetit vet. O nuk i shanca me u taku me ta. Pa ta bën një herë. E ti a jetu agjeru se one jam të agjeru, a veden. Zbarbaj mara hek hop. O ta e këshyrë më të manipulu, ty e më të bëmu një kesë se ti s'pa agjeron. Kur në fakt, kjo punë nuk ka nevojë për ti fëzlak, që cilë e bën për veti. Kjo agjerus, në mungesë të seneve tjera në personalitetin e ti, mundohet që në qëtë muj më bon njëri ma i mirë në dy javë. A nuk kalon sen pa bon me muajnë para prak. More e ke po të i bo të natë zeza. Bashkë me muaj, sa sun s'po them qenë djali mirë. A më vaj bashkë me muaj ka po. Tashti, qapeja pa ti në muajnë e Ramazanit i fare i përsia morale ndaj meje vetë pse agjeru? Po zot e pedi çapo vet. Që nuk ka fer. Shkon musafir me ta, ka zënë që më të agjeru. Kur ta dhirim në iftor, para hoxhës del. Kjo është haleu ma keq. Mundohet më bë muslimoni më i mirë në botë. Ditën e Ramazanit, që janë, falni, se nxejta pak. Po për mua, që janë 3 lloje të agjeruesve që ekzistojnë në Kosovë. Po nuk po them që janë asnjëri. Përveç ti tretit. Ç'ky treti se ka për ime pa sharë. Ton, ditën e mirë.